Pjesa e eventit faktikisht nuk është pjesë që futet tek marketingu dhe networku i drejt për drejt, që ne merremi dhe ngulmojmë dhe lobojmë për atë. Pasi ato biznese që janë pjesëmarrës aty, secili merr produktin që është pjesa e rrjeteve sociale, lajmet e personalizuara, logot e ndryshme, paraqitja vizuale apo fizike e biznesit të tyre, por ideja e këtij eventi është që këta ta shohin se çfarë brumi janë, këta ta shohin se me kë kanë të bëjnë, ta shohin se si ngrihet Shqipëria dhe ne duam që këto biznesmen, që këto biznese të shihen, të dëgjohen, të preken. Domethënë secili të marrë atë spotlightin e duhur që i duhet punës së tyre dhe suksesit të tyre. Pjesa më e vështirë në fakt nuk është që të mbledhim kokat, sepse ne kemi përfaqësues dhe trend ambasador që marrin pjesë në për evente, siç mund të jenë figura të ndryshme në fusha të ndryshme operimi, qoftë nga ana artistike, qoftë nga ana e biznesit, siç edhe u pan disa prej tyre aty. Më e vështirë është mbledhësh bizneset, sepse shumica nuk janë të njohur me kamerat, shumica thonë jo po ç'dua unë në një event gala, unë sapo mora pjesë, po do ngjitem unë sken të marr një trofe, pse ta marr, si ta marr, ç'a të them, si të them, deri në momentin që ato provojnë atë eksperiencën e skenës, atë spotlightin e skenës, atë vëmendjen që i jep kushdo në momentin që është aty dhe normalisht këto duhet ta shohin se me çfarë konkurrence kanë të bëjnë, që të rriten akoma më shumë, të expand, pra të hapin akoma më shumë edhe të procesojnë, të rrisin shkallët e suksesit. Dhe në këtë event, synimin kryesor ne kemi B2B, pra business to business, krijimi networku të ngrohtë, që është në për njëri tjetrin, që mund të jenë exchange të stafeve, të trajnimeve, e të tjera me radhë. Është një opsion i mirë ku bizneset janë dhe me njëri tjetrin. Po, dhe pjesa në tavolina, dhe pjesa, domethënë e ngrënjes, në shfaqje dhe interesa mund të jetë si tush variant bashkëpunimi i ri, biznesi i ri, domethënë kooperojnë me njëri tjetrin. Ajo është kryesisht arsyeja. Po ka qenë gjithmonë paktën ajo që unë pas vet ishte spektakolare.